Dhjetëra besimtar musliman në Shkodër janë përgjigjur thirrjes për të dhuruar gjak në një seancë të organizuar nga Myftinia e Shkodrës në bashkëpunim me degën lokale të Kryqit të Kuq, me rastin e ditës së ndërkombëtare të dhurimit të gjakut. Në këtë aktivitet humanitar, drejtuesit të Myftinisë falënderuan të gjithë pjesëmarrësit dhe theksuan rëndësinë e angazhimit qytetar në fushatat të tilla që ndihmojnë drejt për drejt të sëmurët që kanë nevojë etike për gjak. Unë i bëj thirrje secili që ka mundësi të vi këtu të dhurojë gjak sepse është një mirësi e madhe të ndihmojmë të tjerët. Kur njëri është i smur e kupton se sa e rëndësishme është shëndeti. Vëllezërit dhe motrat tanë kanë nevojë, për gjakun tonë, për ndihmën tonë, kështu që të mos kursejmë asgjë, që të gjejmë pranë tyre dhe të ndihmojmë. Sipas specialistëve, dhurimi i gjakut është veçanërisht i domosdoshëm gjatë muajve të verës, kur nevojat rriten ndjeshëm, sidomos për pacientët talasemik. Qershori njihet si muaj më kryesor për dhurimin vullnetar të gjakut dhe kulmon me 14 qershorin që njihet botërisht dita ndërkombëtare e dhuruesve të gjakut. Numri i dhuruesve që janë ofruar sot është i lartë, duke parë edhe temperaturat e larta që janë sot. Ne i falenderojmë të gjithë dhuruesit vullnetar, jo vetëm të ditës së sotme, po të çdo dite, dhe inkurajojmë më shumë persona të ofrojnë për dhuruar gjak. Aktualisht, siç bëhet e ditur nga Kryqi i Kuq, dhuruesit më të shumt janë të rinjt, veçanërisht studentët e Universitetit të Shkodrës. Apeli për dhurim gjaku mbetet i hapur për të gjithë qytetarët që duan të japin kontributin e tyre në shpëtimin e jetëve.